Teksa trafiku është huar ndjeshëm në rrugët e Lezhës, një mënyrë e rëndësishme lidhëse si ura Ceni është bërë sërish funksionale pas ndërhyrjes që nisi në shtator të këtij viti. Ura e cili ishte amortizuar prej kohësh dhe kishte vështirësuar lëvizjen veçanërisht për këmbësorët, tashmë ofron kushte mira të kalimi, si një urë lidhëse mes qytetit dhe superstradës që përshkon në një zonë të rëndësishme komerciale. Kjo ndërhyrje po indikojë jo vetëm në lehtësimin e qarkullimit të automjeteve, por edhe në përmirësimin e aksesit të hyrjes në qytetin e Lezhës. Është një ndër investimet më të rëndësishme të tona që kemi bërë deri tani. Për disa arsye, para ura ka qenë amortizuar, e dyta ura nuk ka pas kalim këmbësorsh. Si që shikoni, është një urë komplet e re me kalim këmbësorsh, aksesohet shumë mirë nga të gjithë, duke pas parasysh edhe sepse jemi afër tregut dhe jemi afër edhe një zone komerciale. Unë mendoj se efekti është dyfish plus trafikut, efekti është edhe në shërbim të biznesit. Pra, kjo zonë është komplet në rikualifikim përveç urës po investohet edhe kanali, më shumë shpejt ne fillojmë me gjithë rrugët e qytetit, janë 43 rrugë në qytet që po bëhen dhe janë rreth 100 rrugë që do bëhen në përfshatra, pra ka një bum të parë në njëherë në fokusin e investimeve në infrastrukturën rrugore, për cilën Lezhë në fakt ka më shumë të nevojë. Flasim për një qytet turistik, po nuk mund të flasim më për një qytet turistik me rrugë, me gropa dhe me... Plus ajo që është çështja mbi tort, që është sistemi i kanaleve të urave të zeza dhe urave të bardha, që do thotë që urat e zeza nuk do binë më në lumë, dhe urat e bardha të shiut janë të disiplinuara që nga kalaja dhe vinë dhe në një stacion shumë të fort pompash, që do thotë që Lezhë nuk do ketë probleme serioze në përmbytje më. Atëherë ne mbi këtë histori do të ndërtojmë një qytet që është i domosdoshëm të jetë më i miri në rajon dhe të shërbejë dhe turizmit. Hapja e urës është në përparësi për lehtësimin e lëvizjes për qytetarët dhe automjet në Lezhë, pasi përdoret si hyrje dalë alternative për në qytet.